Oynamaya devam edelim. Olur mu? Tamam, orada telefonlar çalsın, sonra alırız biz. Hadi bakalım. İkinci klip. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Sürpriz bana da. Hadi bakalım.
Ju faleminderit, trashëgohet Evet. lundi. Harika. Ju faleminderit dhun për ato që s'me lat vetëm. Me të vërtetë Shamia Biçajt e kënduar në mënyrë të pëlqyeshme, fantastike nga Armand Ademi. Armand Ademi, ty të përshëndes unë, kushërira jote dhe të uroj suksese në rrugën tuaj. Me të vërtetë keni zërin e mrekullueshëm dhe ju dua shumë. Na argëtove jashtë mase. Dhe të uroj suksese dhe ju dua jashtë mase. Evet, ilk buş klip gerçekten çok güzel bir düğün havasıydı. Yani bekarların mendili diyor. Artık diyor yani yak sen be oğlum diyor bu mendili. Artık bekarlık geçti sen de evlendin falan. Yani böyle bir düğün şarkısıydı. Ben de burada evet oynamaya çalıştım. Siz de orada oynadınız eminim. Evet telefonumu alayım mı Ergin? Evet. Alo. Alo, Evet Adile Beytaş merhabalar. mirë dita, Mirdita mirësejrë, si jeni? mirë faleminderit, juve si jeni? Shumë faleminderit, shumë mirë jam, si kaloni? Juve bukur ke bën prapë sot, Shumë faleminderit. shikot është, më kanë ardhur mysafir ka Shqipëria, më kanë ardhur mysafir ka Albesani, Po, dhe i kam këtu tashti, jemi bashkë dhe ju vëzhojmë juve. shumë faleminderit, por ta ulim pak zërin televizionit për arsye se bën... Tamam, e ula. Shumë faleminderit dhe misafirit me se erdhën, nga erdhën, nga cila zonë në Shqipëri dhe si quhen? Jete, janë ka Albesani, zoti Agim Bekiri edhe zonja Zamira. Zotëria Agim Beqiri dhe zonja Njusha Zamira, mirë se erdhët dhe shpresoj që të kaloni disa ditë të këndshme këtu në Turqi, që jam më se e sigurtë që me të vërtetë do keni një kohë fantastike. Edhe ato shumë faleminderit sot, që kohët ashti, të bite Ira, të bite dua një gjë, dua këngën e Osman Takët që të dëgjojnë bashkë të ashti me misafir. Pa tjetër, në minuta që do Ka pasojnë... grupis koresponit, mujtë avërit atë këngë sot juve. Pa tjetër, në minuta që pasojnë, do të reguloj këngën e Osman Takës. Do presim breve, këtu jemi disa hatë për para ti do vëzhdojnë. Pa tjetër, mos keni me ra këngë e Osman Takës do jetë në pasim, në minuta që do pasojnë. Dhe shiko, do japë telefonin, do ma fozet me kushyrën që më ka ardhur ka Elbesani, ka Shqipëria. Pa tjetër, gëzohem. Hajde. Përshëndetje Mimoza. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, si dukeni? Shumë mirë, ju ndjeki me kënaqësi. Shumë faleminderit dhe mirë se keni ardhur dhe një herë. Është kënaqësia ime që të shikoj që përballë ekranit ndodhen bashkëdhetaret e mi dhe krenaria ime nëse sadopak i gëzoj zemrat e bashkëdhetarëve të mi me sa mundësi që kam. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit të punë. Edhe një pup. Përshëndetje atëherë. Ta kaloni mirë. Shumë faleminderit, evet, İzmir de selamlar. Orada Arnavutluk'tan gelmişler misafirliği olarak. Toplamışlar ve oradan izliyorlar. Gerçekten ne mutlu bana diyorum ki gerçekten böyle bir fırsatım oluyor ve az çok mümkün olduğu kadar herkese memnun etmeye çalışıyorum. Ama gurbetçi dediğin zaman gurbetçi gerçekten evet bambaşka bir yürek çarpması vardır. Evet, neyle devam ediyoruz Ergin'cim? Evet.